Sezoni i atletikës në Maqedoninë e Veriut zyrtarisht fillon në fillim të prillit, mirë po të shumt janë ata garues dhe klubet të cilat nga fillimi i vitit kanë marrë pjesë në garat apo mitingjet ndërkombëtare, në veçanti në ato gara që janë mbajtur në terrene të mbyllura dhe kanë shënuar sukses mjaft të mirë si Andrea Trajkovski, i cili fitoi medalje të bronzit. Pastaj në kampionatin evropian në Holand mori pjesë i cili theu rekordin shtetëror në kërcim me një hap dhe u kualifikua në finale, që paraqet sukses historik. Në kampionatin ballkanik të gjysmë maratonës në Athinë, Dario Ivanovski fitoi medaljen e argjend. Sekretari i përgjithshëm në Federatën e Atletikës, Dejan Angelovski, për televizionin Koha tha se duke u bazuar në këto suksese, na pret një sezon i ngjeshur dhe me shumë suksese të klubeve tona. Дека веќе некада април месец не очекува сезоната на отворено или на стадион популарно кажано, таа е за нас најзначајна и со најмногу натпревари. Diku ka fillimi i prillit fillon sezoni në shtigjet e hapura apo në stadium që për ne është më e rëndësishme dhe me gara të shumta. Klubet tona përgatiten për atë pjesë të sezonit. Duke nisur nga 19 prilli me garat e para dhe kështu deri në shtator, presim të kemi më shumë gara vendore. Janë diku 25 deri 30 klube aktive në federat nga numri i përgjithshëm i 40 klubeve të regjistruara. Kështu që 20 deri 25 ekipe janë të gatshme për sezonin që na pret. Një pjesë e antarëve të reprezentacionit tani më pritet të fillojnë përgatitjet në Tivar nga fillimi i prillit apo nga data 2 deri më 11 prill. Pjesa më e madhe e klubeve përgatiten për garat më të rëndësishme që janë në maj dhe qershor, pasi ky vit është i ngjeshur me gara të shumta si dhe kampionate ballkanike, kampionate evropiane dhe kampionate botrore. Festival Olimpik Evropian për kategoritë e reja, që do të thotë se do të jetë një sezon i gjatë me gara të shumta, ku nga klubet dhe garuesit tan presim të marrin pjesë sa më masovikisht me më shumë garues dhe të mundohen të fitojnë normat për rangimin në federat në komuna dhe shtet, deklaroi sekretari Dejan Angelovski. Sekretari i përgjithshëm Dejan Angelovski tha se federata punon që sezoni i ri të jetë sa më i suksesshëm, të regjistrojë rezultate sa më të mira dhe që përfaqësimi i garuesve tanë në garat ndërkombëtare të jetë sa më i mirë në të gjitha kategoritë, ndërsa klubet pritet të kenë numër të madh të garuesve në të gjitha kategoritë, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të shpresojmë rezultatet më të mira.